Nga janari i vitit 2026, paga minimale në vend do të jetë 500 euro. Premtimi i kryeministrit Edi Rama bëri gjatë komunikimit me komentuesit online në rubrikën Sy më sy. Pagën minimale kishim 157 euro, e kemi 400 euro dhe në vendim, siç e kam thënë dhe më parë, në qershor do të bëjmë 500 euro duke që do të hyjë në efekt nga janari i 2026, pagën minimale, 500 euro. Ndërkohë që shumica e kompanive, shumica e bizneseve e kanë shumë më të lartë pagën minimale sot. Kreu i qeverisë nuk ju shmang pyetjes për çmimet e larta të banesave. Po si e ulun çmimi për metër katror në Tiranë, ku çmimi për metër katror në Tiranë në gjithë botën e lirë është çmim tregu më zotni, si e ulun çmimin. Ndërkohë që ne kemi e disa shtëpi, sa apartamente kemi ndërtu nga e para, kemi rindërtu apo kemi rigjeneru. Rama tha se procedura për mbylljen e TikTokut ka përfunduar për telefonat smart. Nga ana tjetër, dua që të gjitha dinë se mënyra për t'ju shmangur bllokimit duke përdorur të ashtu quajturat VPN falas është shumë e rrezikshme, pasi dihet botërisht se përmes VPN-ve falas hakerat bëjnë namin në grabitjen e të dhënave të telefonit. Vota 11 majit, tha Rama, është domosdoshmëri për të vijur rrugën e integrimit në BE, si dhe që barazia para ligjit të mos vihet në diskutim.